një qeveri, narko-qeveri, e ngërthyr nga super skandale, nuk ka asnjë lloj preokupimi tjetër veç se si të fsheh gjurmët e krimeve që ka kryer, vjedhjeve që ka kryer. Të dashur qytetarë dhe qytetare, dëshmitari dhe njeriu që denancoi me forcën më të madhe tunelin e Llogaras, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i pranishëm në takimin e Ankaras të Edi Ramës dhe Lubis, u thash shqiptarëve se jo Lubia, por është Rama që ka ngrëndarda prapa shpinës së Lubis. Po e ndëgjuat vetë ju. E vërteta është se Lubia ka shërbyer thjesht masha në shkeljet plot të ligjeve të vendit. Masha. Edi Ramës, për të plaçkitur të paktën 90 milion euro, apo sipas Ahmetajt 97 milion euro. Pra, edhe njëherë, për të kuptuar se pse Lubia nuk jep dorëheqjen, për të kuptuar se si ajo, se kështu është gen kriminal, ju them unë ju. Gjyshi i saj ka qenë serial killer, dhe kjo e të merron Edi Ramën. Ajo i është betuar. I është betuar që u të marrë me vete, sepse nuk jam unë, po je ti që më ke urdhëruar mua të firmos çdo gjë me këtë kompani, që na urdhërove të anullojmë tenderin. Na urdhërove të anullojmë tenderin. Ajo ka përdor një terminologji freudiane në komunikimin me te, por e vërteta është që ajo transkriptohet, që dardhat pas shpinës Belinës i ka ngënë Rama. Kumbullat pas shpinës Belinës i ka ngënë Rama, Lubis, të themi, mos të themi Belinda, Lubis. Kështu që, si që shifti, ajo e shqiptarve e vjetra, e lashta, keni parë, s'keni parë, shko një vdekur me një gjallë. Janë bërë si Konstantini dhe Dhoqina. Janë bërë. Ndaj dhe, por unë gjithashtu, theksoj se prej 10 ditësh në zyrat e agjensive që varen nga Lubia dhe në zyrat e saj, po fabrikohen, po manipulohen, po ndryshohen qindra dhe mijëra dokumenta. Dhe kjo është përgjegjësi direkte e prokurisë që lejon të qëndrojë në mes dokumentave. Në një kohë që mbani lirmetën në paraburgim një vit,
se do prishte dokumenta kokuaj s'kishte asnjë funksion shtetëror. Shiko çfarë fytyrë del këtu, çfarë standardi i shëmtuar. E shifti vetë pra. Ose, Burgos zëvendës ministrën për një ark me cironka dhe një aparat celulari. Gjithsej 2-3.000 euro, maksimumit. Lubia për 97 milion, pa llogaritur të tjerat, se kur të llogaritën të tjerat, ju them unë ju, dalin miliarda. Këtu do jemi. Rrinë e lirë, kryeson edhe mbrojtjen civile, shkon edhe mbledhje me qeverinë italiane, sepse ai që është i padenur është i pafajshëm, dhe ky është i parim i pamohueshëm, por ka një standard që një qeveritar që merret në akuzë, a jep dorëheqjen. Kjo ka qenë tradita e konsoliduar e qeverisjes demokratike të mëparshme. Kjo u shkel nga Edi Rama, aty ku është vetë implikuar. Sajmir Tahirin e mbrojti. Nga pasi pala italiane kërkoi heqjen e imunitetit dhe arrestimin e tij. Lubi Ballukun i bëri qartë prokurorit mos guxo të kërkosh largimin e saj apo vendosjen e saj në arrest apo të bllokimin e pasaportës. Pra, këto janë të vërtetat e arritjeve të Edi Ramës. Faleminderit. Shumë mirë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, opozita arsye për të protestuar ka shumë, por ditën e djeshme ju keni thirrur një protest e para kjo, në vazhdim e protestave të tjera keni deklaruar. Por ju e pa ditën e djeshme që numri atyre personave që ju përgjigjen thirrjes suaj nuk ishte ai i pritshmi. Zoti Berisha, a keni menduar ndonjëherë se mos problemi i mos daljes së njerëzve në shesh teksa ka arsye për të dalë është Partia Demokratike, jeni ju, ndoshta nuk frymëzoni më? Më duket se po keq interpreton të vërtetën. Spari u duhet shpreh mirënjohje të pakufishme ndaj të gjitha atyre qytetarëve që dje themeluan me praninë e tyre foltoren e parë parlamentaro qytetare në historinë e vendit, para pallatit të krimit. Osman, ajo nuk ishte dje Partia Demokratike nuk kishte thirrur miting, kishte thirrur një foltore. Një foltore. Pse ne nuk kemi thirrur miting dhe nuk do thrasim miting, prapë edhe njëherë.
Për të gjitha ata që duan të vërtetën, ja u themi, për ata që spekulojnë, pastaj të vazhdojnë. Ne nuk thrasim, sepse ne do jemi të angazhuar, do angazhohemi në një proces analize, ristrukturimi, hapje të Partisë Demokratike, i cili është jetik. Në qoftë se ne vendosim për një protest apo për protesta masive, kjo bjendesh me të paren. Pastaj të gjithë potencialet tona duhet mobilizohen për protestat masive. Jo, nuk ka qenë protest kombëtare, nuk ka qenë thjesht një foltore, dhe do të jetë foltore parlamentaro qytetare. Vinë ata që duhen të vinë. Kjo është. Çdo interpretim tjetër është absolutisht jo real. Çfarë ka qëllim ajo? Ajo ka qëllim që zëri qytetarëve kërkon dorëheqjen e Lumi Balluku dhe Edi Ramës. Ajo ka qëllim që deputetëve që u mbyllet mikrofoni në parlament të vinë të flasin para qytetarëve, para shqiptarëve, para kryeministrisë. Ajo ka qëllim qytetarët, me qenë se deputetët nuk lejohen të paraqesin çështjet e tyre në parlament, të vinë të paraqesin vetë para kryeministrisë. Pra, kjo foltore ka këto qëllime, është foltore parlamentaro qytetare. Janë të njohura këto në histori. Lexoni për revolucionin francez. Në një fushë tenisi, nisi jetën ai institucion që transformoi Francën dhe Europën.